Edisona, përshëndetje sërish, atër ndalemi të ky vendim i fundit, informacion e fundit nga gjykata e Elbasanit, masa e arrestit në burg pa fat për Nevzat Spahon, çfarë detajesh më japësh? Të përshëndetje, ka përfunduar pak minuta më parë seanca e cila u vajt sot për vlerësimin e masës së sigurisë ndaj 29 vjeçarit Nevzat Spaho, por pavarësisht pretendimeve të avokatit të tij mbrojtës se ndalimi ishte në kushtet e palishmërisë dhe nëse duhej të hetohej Nevzat Spaho mund të merrte një masë më të lehtë, duket se gjyqtari i çështjes Elis Dine ka pranuar pretendimet e organit të akuzës duke lënë të vlefshme masën e sigurisë të arrestit dhe duke dhënë masën arrest në burg për gjatë kohës që do të vijojnë hetimet deri kur prokuroria e rrethit gjyqësor të Elbasanit të mbylli dosjen dhe të dërgohet për gjykim. Pavarësisht pretendimeve që janë ngritur gjatë seancës së zhvilluar sot e cila zgjati rreth 3 orë, sërish gjyqtari u vendosi që ndalimi ishte i lishëm. Dhe duket se edhe Nevzat Spaho, 29 vjeçari i cili u arrestua vetëm pak ditë pas vrasjes së biznesmenit Mondi Mahalla në Elbasan, gjatë periudhës që do të zhvillohen hetimet, do të qëndrojë në masën e arrestit me burg. Ashtu si edhe 2 personat e tjerë të cilët u gjykuan ditën e djeshme nga i njëjti gjyqtar, kujtojmë që ditën e djeshme u përballën me vlerësimin e masave të sigurisë edhe ish ortaku i biznesmenit të Mondi Mahalla Gjino Ago, ndaj të cilit gjithashtu gjykata e vlerësoi të lishëm ndalimin dhe dha masën e sigurisë arrest në burg pa afat. Të njëjtën masë edhe për Kujtim Pishëm, 52 vjeçarin, i cili punonte si roje në karburantin që ishte në pronësi të shtetasit Mondi Mahalla, i cili mbeti i vrarë mbrëmjen e së dielës. Janë duke vijuar me intensitet hetimet edhe për të bërë të mundur lokalizimin e 2 personave të tjerë të cilët janë aktualisht nën kërkim prej afro një jave tashmë nga policia e Elbasanit. Kujtojmë që në kërkim vijojnë të jenë 2 shtetasit e tjerë, Armando Kola dhe edhe shtetasit tjetër Marcelo Arani, që të dy dyshohen të përfshirë në këtë atentat, i cili la të vdekur biznesmenin e Elbasanit Mondi Mahalla. Hetimet janë duke vijuar me ritme të shpejta dhe pritet në fakt që edhe në ditët që vijnë me marrjen e dëshmive, edhe pse të tretë akuzuarit që janë arrestuar tashmë kanë qenë të kufizuar në dhënien e informacioneve pranë autoriteteve, pritet që hetimet të vijojnë me ritme të larta dhe që së shpejti të bëhet i mundur edhe lokalizimi dhe mandej edhe arrestimi i 2 të kërkuarve të tjerë që tashmë do të përballen me akuzat që janë ngritur nga prokuroria e rrethit të gjyqësor të Elbasanit, edhe pse lokalizimi i tyre ende nuk është bërë i mundur, mbi ta tashmë rëndon akuza e bashkëpunimit në vrasje. Në kohë që rikujtojmë se Nevzat Spaho dyshohet se është edhe ekzekutori i Mondi Mahallës dhe akuzat kundrejt tij janë të vrasjes dhe bashkëpunimit në vrasjen e biznesmenit, apo jo? Po, në fakt, kjo është një nga akuzat që ka ngritur prokuroria sa i takon ekzekutimit 43 vjeçarit të Mondi Mahalla, pavarësisht se Spaho ka një CV të pasur me aktivitete të palishme, mbi të cilat është dënuar në fakt edhe më herët. Kujtojmë që për veprat penale që ka kryer edhe më parë, përpara se të akuzohej për vrasjen e 43 vjeçarit në Elbasan, ka pasur një tjetër vepër penale, ajo e tentativës të vrasjes, po ashtu kanosje, shtrëngim për t'i dhënë pasurinë, ka pasur armbajtje pa leje dhe po ashtu është dënuar më herët edhe për veprën penale të vjedhjes. Dhe duket se të gjitha këto të dhëna për të shkuarën e tij janë marrë parasysh nga gjyqtari i çështjes, i cili ka vlerësuar ditën e sotme se ndalimi deri në përfundim të hetimeve për shtetasin Nevzat Spaho ishte i lishëm dhe së bashku me personat e tjerë do të vijojë të qëndrojnë në masën e arrestit në burg për gjatë kohës që do të jetë nevojshme deri kur prokurori i çështjes Gjergji Ceka të mbylli përfundimisht hetimet dhe të dërgojë dosjen për gjykim. Edisona, të falenderoj për raportimin.